Omer ibn Hatabi, sahabiu i dalluar. Sahabiu i njohur, Amr ibn Asi, njëherë e pyeti pejgamberin alayhis salam: kush është personi më i dashur tek ti? Aisha, i tha pejgamberi alayhis salam: po prej burrave. E pyeti prap Amri: baba i saj, pra Ebu Bekri, i tha pejgamberi alayhis salam. Pastaj kush? E pyeti Amri. Pastaj Omer ibn Hatabi, i tha pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam aq mirë sillej me Amr ibn Asin, sa që ai mendonte se ishte diku në krye të listës së pejgamberit alayhis salam, prej atyre që i donte më së shumti. Pejgamberi alayhis salam i donte të gjithë sahabët, megjithatë disa prej tyre i kishte më afër zemrës, për shkak të veprave dhe devotshmërisë që kishin. Shpesh e kemi dëgjuar: hyra unë, Ebu Bekri dhe Omeri; dola unë, Ebu Bekri dhe Omeri; shkova unë, Ebu Bekri e Omeri; erdha unë, Ebu Bekri dhe Omeri. Pra Ebu Bekri dhe Omeri ishin krahu i djathtë dhe i majt i pejgamberit alayhis salam. Omeri ibn Hatabi, Allahu i qoftë i kënaqur me ta, nofkën e kishte Faruk, që do të thotë personi që dallon të vërtetën prej së kotës, të mirën prej së keqes. Ai lindi 13 vjet pas pejgamberit alayhis salam dhe vdiq 13 vjet pas tij, që i bie se edhe Omeri jetoi 63 vite, madje u varros afër pejgamberit alayhis salam dhe Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Omeri e pranoi Islamin në vitin e 6 pas profecisë, që do të thotë se ishte vonuar paksa. Mirpo, nëse e shikojmë numrin e atyre që e pranuan Islamin para Omerit, do të shohim se ishin diku 40 burra dhe 11 gra. Pra vetëm rreth 50 persona e pranuan Islamin për 6 vite, që i bie më pak se 10 persona në vit. Kjo aludon se çdo fillim i projekteve madhore është i vështirë, çdo ndërtim është i rëndë në fillim. Prandaj sahabët e parë janë më të mirë dhe më të dalluar, për shkak të vështirësive që kanë hasur, ndryshe prej besimtarëve më të vonshëm, të cilët e pranuan Islamin pa vështirësi dhe pa telashe. Po ashtu Omeri ishte prej njerëzve të dalluar Kurejsh. Ai ishte një lloj ambasadori Kurejshve. Kur zhvillohej ndonjë luftë ose ndonjë kacapytje mes fisave, njeriu i cili ishte i përshtatshëm për t'i pajtuar ishte Omeri. Prandaj e dërgonin si ambasador për t'i pajtuar ata. Omeri ishte i përgëzuar me xhenet përse gjalli. Ai ishte kalifi i dytë i drejtë përjesi muslimanëve pas Ebu Bekrit. Pra Ebu Bekri udhëhoqi 2 vite e disa muaj, kurse Omeri 10 vite. Pejgamberi alayhis salam e njihte Omerin. Edhe pse Omeri ishte i rrept për muslimanët, pejgamberi alayhis salam e dinte se, po që se ai e pranon Islamin, do të ketë hajër të madh prej tij. Andaj pejgamberi alayhis salam u lut: o Allah, bëje krenare, forcoje këtë fe me njeriu më të dashur te ti nga këta të dy, Ebu Xehlin ose Omer ibn Hatabin. Kështu, Allahu ju përgjigj lutjes së pejgamberit alayhis salam dhe u udhëzoi në Islam. Abdullah ibn Mesudi thot: kur Omeri e pranoi Islamin, kemi vazhduar të jemi krenar. Madje në disa transmetime thuhet se besimtarët nuk mund të faleshin në Qabe derisa Omeri e pranoi Islamin. Kur bë musliman, ai luftoi me idhujtarët derisa i lanë të faleshin në Qabe. Ebu Hurajra transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: në umetet para jush ka pasur njerëz të frymzuar. Nëse në umetin tim ka njerëz të tillë, atëherë ai është Omer ibn Hatabi. Në kohën sa ishte kalif, janë ndërtuar 12.000 minber xhamish. Omeri e kishte zakon që, kur dëgjonte ndonjë vali udhëheqës në ndonjë zonë, ja llogariste orendit, pasurinë e të tjerë, ashtu që të mos pasurohet nga pozita, por se të vërë drejtësi në mesin e njerëzve, t'u rregulloi këtë jetë dhe t'i drejtoi nga i reti. Kështu Omeri e dërgoi Hudhejfen si udhëheqës në Medain, qytet afër Bagdadit. Hudhejfja atyre u kërkoi vetëm ushqim për vete e ushqim për gomarin e vet, asgjë më shumë. Pas një kohe Omeri i dërgoi letër që të kthehet në Medinë. Omeri i doli në prit Hudhejfes që të shikoj me çfarë po kthehej. Kur e pa se u kthye në të njëjtën gjendje që kishte shkuar, ju afrua, e përqafoi dhe i tha: ti i je vëllai im dhe unë jam vëllai yt. Kur Bilali e pyeti Eslemin për Omerin: çfarë njeriu është Omeri? Eslemi tha: Omeri është njeriu më i mirë, porse kur hidhërohet është i frikshëm. Atëherë Bilali tha: po të qelloja kur të hidhërohet,
do t'i lexoja Kur'an derisa t'i kaloj hidhërimi. Vërtet e tillë ishte Omeri. Qetësohej me Kur'an. Omeri ndërtoi një depo ushqimore në rrugën mes Mekës dhe Medinës, ku kishte vendosur miell, grur, hurma, rrushë të thatë dhe gjëra të ngjashme, që të marrë kushdo që ka mbetur keq gjatë rrugës dhe ka nevojë për ushqim. Po t'ishim ne, në kësaj rastesh, do të mendonim si t'hapnim në një dyqan për të fituar vetë, sepse ishte në pozitë shumë të mirë për gjatë rrugës së gjatë, ku sigurisht që do të kishte fitim të madh. Mirë po, Omeri mendonte të fitonte shumë. Kur Omeri donte të vendoste ndonjë ndalesë administrative, fillonte nga familja e vet. Madje u thoshte se, po qese dikush nga ju e bën këtë vepër, do t'ja dyfishoj dënimin. Subhanallah. Omeri me gjithë drejtësinë dhe burrërinë që e kishte, e kuptonte drejt natyrshmërinë e gruas dhe e dinte si ta trajtonte atë. Ebu Bekri e kishte lënë me testament që Omeri të jetë kalifi muslimanëve. Prandaj dikush i tha: "Çfarë do t'i thuash Allahut nëse të pyet pse e ke lënë Omerin kalif, duke e parë ashpërsinë e tij?" Ebu Bekri tha: "Me Allahun më friksoni, do t'i them: o Allah, unë ua kam lënë atyre kalif njeriun më të mirë." Pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Kapuni për traditën time, sunetin dhe traditën e kalifëve të udhëzuar pas meje. Kapuni me dhëmball për të." Kështu pejgamberi alayhi salam na tregoi se ata janë në rrugën e drejtë, sikur na thotë: "Ecni hapave të mi ose hapave të 4 kalifëve të drejtë, sepse ata ecin vetëm hapave të mi." Ai po na e garanton këtë. I tillë ishte Omeri. Ishte njeri me vizion dhe ishte njeri i veprave. Ishte personi i parë që e vendosi kalendarin hënor. Ishte personi i parë që e bëri divanin ose një lloj libri amz për t'i bërë shënimet e njerëzve. Ishte i pari që ngjalli namazin e teravis. Ne dim se pejgamberi alayhi salam e kishte falur namazin e teravis me xhamat, 3-4 net, e pastaj e kishte lënë nga frika se bëhej obligim, ndërkaq Omeri, duke parë se dikush fali këtu e dikush atje, të shkapërderdhur, e pa të udhës që t'i bashkonte muslimanët në namazin e teravis, e të faleshin pas një imami, ku për imam kishte caktuar Ubej ibn Kabin dhe Temim ad-Darin. Njëherë kur Aliu kaloi pranë xhamive në Ramazan dhe i pa të ndriçuara, tha: "Allahu e ndriçoft varrin e Omerit, ashtu siç na ndriçoi xhamit tona." Subhanallah. Ky ishte Omer ibn Hatabi. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe na bashkoftë në xhenetet e tij të larta, bashkë me profetin alayhi salam. Amin.